Ta mendosh thellë. Ne jemi bërë që jo Sfungjeri. Ai që la nene dhe sobën e çdo gjë që zë pislek. Se Sfungjeri this e pastron çdo lloj sipërfaqe, merr qelp, pislek, llum, edhe ngelin ngjitur ato në të këqijat. E do thonë ju, po ç'ke mo piri nënës? Me kaq mlef, me kaq inat. Po mo me inat e me mlefe, me çfarë duash ti. Se kemi mësuar se gjoja ishim edhe jemi kulturash, që bashkojmë lindjen e Perëndimit, që kemi marrë më të mirat në të dyja, po na kanë kënjë. Ne nuk kemi. Mbase ajo pjesa poshtë urës. Se ura është pozitive. Ura çon në emancipim. Kurse ajo pjesa poshtë urës pshuret nga vemje, nga të dyja anët e bregut, që nuk ja dim vlerën. Fatkeqësisht aty mendojnë se jemi ne. Duke marrë gabimet, zakonet, traditat apo tiparet më të këqija si nga lindja, si nga Perëndimi. Duke filluar që nga feja në radhë të parë, me shtuar numrin besimtarëve, si janë dhe sektej. Që do të thotë që është e pashmangshme që shtohet numri dhe atyre që nuk mendojnë, edhe atyre që abuzojnë, humb vlera e individit. Tashmë nuk jem filan fistëku, tani je thjesht një pjesëtar i këtij grupit. Edhe dalin se ato vemje që pan pasaj. Jo, mbroni Palestinën gjasme, ku palestinezët ka qenë të njëjtit Europë që dilin para 5-6 vitesh në Beograd, që thoshin Kosova është Serbi. Dalin ata që duam të flasin turqisht, me thënë normalisht, se nuk të mjafton që ta ka shkërdhyer 500 vjet turku shtetin, duhet flasësh prapë tash normalisht. E që ndodh me këto? Kjo ndodh me ata që vinë nga Greqia që fillojnë të flasin greqisht. Kjo ndodh me ata. Në fakt ndodh me ata të tjerët. Në fakt ata që vinë nga Italia ose Gjermani, Francë, Angli, nuk janë të predispozuar atë. Thonë në një fjalë tek tu që si vjen për momentin ose për të bërë shaka, po nuk janë të predispozuar siç janë këta këtej, që rinë në Greqi apo në vende të tjera, që duan të flasin se s'bën me atë, sepse janë indoktrinuar në atë lloj mënyre mendimi. Në vend që ne të largohemi, të vlerësojmë individin me çfarë është e çka ka, pa e paragjykuar nga bindjet politike, në fillojmë hapim kisha e xhamira çdo 2 metra. Me këtë hap që është nisur avash të bëhen do garojnë me kafenet. Nuk e vazhduar me autokratët që kemi ne. Se kemi qef ne normalisht ne duam të hyjmë në Europë, duam të kemi mirë me gjithë këto, me thënë po vdesim për autokratët. Romo, posha, filani, fisteku. Ky do e bëj, ai s'do e bëj. Nuk merret njëri që të angazhohet në nivel lokal një herë të njohin në një kryetar bashki, një drejtor arsimi apo një drejtor tjetër apo deputet. Shumë pak persona i din emrat e deputetëve të zonës. Që fjalë për fjalë ata janë të dërguarit e tu në parlament. S'mund të thosh gjithmonë Rama. Kërkoj llogaria atyre që kanë votuar. Domethënë baza e demokracisë. Se ne si kërkojmë llogari njeriu, jo. Thjesht nxjerrim mlefin me njëri tjetrin edhe mjafton. Autokrat ka pasur edhe në Perëndim. Normalisht, disa raste. Ama ajo lloj kulture mbahet edhe kultivohet nga vendet e prapambetura ose vende shtypse, Rusia, Kina, të arabe që janë mbretëri, dalliqe të gjitha tjera. Të me thënë vendin me një perspektivë që ne nuk dëshirojmë ta kemi, ose ata që dëshirojnë të marrin atë drejtim, pastaj më qaf patin veten e tyre. Ku dëgjon tash. Humb vlera e kemi marrë atë fuqinë atij të voglit dhe ja japim atij të madhit, ta ngrem në piedestal, edhe t'i falemi si obelisku i ras. Në asili dritën. Ai do merret pastaj me këtë, do merret me atë, ai do merret me ata që janë në fshat që nuk kanë një kasë, ata ai do merret dhe me ata bilionerat që duhen taksuar. Sa që kanë fajin vetë, kemi fajin dhe ne. Nga organizimi i shoqërisë. Nga organizimi i shoqërisë fiksin të gjëra. Ne mundohemi të marrim maksimalisht degradimin më të madh nga sot. Ne marrim nga perëndimorët, më që ishte tema aktuale, ajo biçim proteste që u bë, domethënë që ishte turpi i Zotit. Një kopje akoma më e keqe e Slutwalk në New York. Si ka mundësi me olla, ne gjithmonë përqendrohemi te pjesët që i thjesht duken kështu sikur bëjnë një gjë, domethënë, po që thjesht janë për të mbledhur klika apo për të thënë që shife. Që duken si konkurs kush gjyshet më shumë apo si konkurs kush bën pankartën më të bukur.
kush bën pankartën më virale më saktë, me fjalë të duhura. Pse më zoja të nderuara nuk mund të krijoni një lloj skuadre, një lloj bashkësie me individ nga secila fushë. Siç ndodh rëndomt në Suedi, në Angli, në Gjermani, në Holland, në Francë. Kështu funksionon feminizmi. Apo çdo lloj izmi tjetër, nëse do të arrish diçka, krijon një lloj bashkësie, merr input nga individ që kanë eksperiencë në dega të ndryshme, edhe mundson kështu ndryshim të shëndetshëm, me dalje publike, me seminare, me vizita, pse jo, nëse arrin në një nivel akoma më të lartë, me parashtrim të një projekt ideje ose një projekt ligji që mund t'ja imponosh politikës. Është e paracaktuar që çdo individ mund të krijojë një ide, domethënë, edhe të mbledhë firma me peticion për atë. Edhe dërgohet në parlament, shqyrtohet, bëhet. Fakti që është e vështirë nuk do të thënë që është e pamundur. Ideja është kush të bëj pari, sa të vendosin një precedent. Kur vendoset precedent, aty fillon ajo rruga e bukur. Aty duhet të fokusohemi ne si shoqëri, si të ndihmojmë njëri tjetrin, si ta shfrytëzojmë njëri tjetrin në kuptimin e mirë të fjalës, me aftësitë që ke ti, me aftësitë që kam unë. Se të fokusohemi në hiç fjalën nën, thotë, kupton? Një individ që fatkeqësisht nuk e kuptoi çfarë si janë rritur ata mbase kanë pasur familjen e keqe që nuk e kanë kuptuar ndonjëherë dashurinë e nënës, po që unë nuk e di çfarë të pres nga këta lloj njerëzish të tillë që nuk e din vlerën që ka fjala nën vet, pavarësisht te personi që i vishet fare. Vet ajo fjalë sa peshka, sa e rëndësishme është për kulturën. Ma zakonisht janë individ që nuk kanë çfarë t'i ofrojnë me shoqërisë normalisht, e do merren me këto budalligje. Kthehemi rap në komunizëm. Janë disa gjëra, kur fillon që ndalon fjalët që nuk i thua dot se këto fjalët thon këtë, është rrugë shumë e thjeshtë deri në diktaturë përsëri. Importuar diçka tjetër nga perëndimorët, që është defekti i tyre, një lloj kulture konsumatore e papërgjegjshme, që nuk ecën nga dita në ditë vetëm për ato kënaqësinë e momentit, pa një lloj planifikimi, pa asnjë lloj perspektive. Kemi arritur në një stad që nuk ka më asnjë punë. Është problemi. Nuk ka punëtor ndërtimi mjaftueshëm, nuk ka punëtor për të vjel ullin mjaftueshëm, nuk ka as kamarier mjaftueshëm. E nuk ka se s'ka njerëz, më jo. Se kanë ikur vërtet, po nuk ka se nuk punon njeri. Fatkeqësisht. Është turp, po duhet thënë, kush duhet ta thoj. Punëtorët mungojnë dhe lokalet me të papun janë plot. Pse kemi ne si shoqëri kaq problem të fillojmë vogël? Pse kërkojmë direkt atë vendin e drejtorit? Kaq e vështirë është të fillosh me një pak sa do lloj me të vogël, se fundja fare 10.000 lekë në ditë është më shumë se sa 0 lekë në ditë. Apo se sa 1.000 lekë në ditë që mund t'i marrësh plakut nga asistenca për të pirë kafe. Se të gjitha ato punë janë vërtet punë të rënda, normalisht. Po janë më mirë se sa që ishin para 4-5 vitesh. Ato kohë kur i kam bërë dhe unë ato punë. Pse kemi kaq bezdiqe të ngjithëm shkallët një nga një, unë nuk e kuptoj. Se kështu është kudo, e kupton, nuk është se po të shikosh në vendet e tjera, do të thënë del nga shkolla edhe bëhesh president. Punojnë më të të ri, fëmijët fillojnë punojnë që 12 vjeç, punojnë nëpër McDonald's, punojnë në Burger King, punojnë në supermarkete, punojnë në markete që seshin materiale ndërtimi, vërja emrin ku duash. Këto punë do me thënë që fillon t'ja imponosh ose t'ja sjellësh fëmijëve atë kulturën e punës, me ndjenjën e konsekvencës. Për mua kjo është pa kuptueshëm, do me thënë që pse jemi ashtu. Se punëtor ka, pothuajse për çdo lloj gjëje, ajo është problemi më i madh që njerëzit ikin, duhet luftuar, ama punëtor ka. Ose më saktë, njerëz të lirë pa punë ka. Se përderisa ata nuk marrin punën, nuk janë aq punëtor, sa duket në kuptimin adjektiv të fjalës, po. A nuk do ishte më mirë sikur të fillonin rob që në fillim me pak, të duke bërë një punë të rëndomt që ty nuk të pëlqen, mbase edhe motivohesh. Mbase pas 2 muaj stoj, kjo është pikërisht ajo që unë nuk dua të bëj. Ma shpif, nuk duroj dot. Prandaj do kushtoj 2 orë më shumë për të arritur të bëj diçka tjetër. A nuk është një zgjidhje kjo? E vogël, e improvizuar në momentit mbase. Nuk di çka funksionuar për mua, të paktën.
për disa më ka kushtuar 2-3 ditë, për disa lloj punësh të tjera më ka kushtuar edhe 1 vit. Derisa e vendosa që nuk është për mua. Po ka dhe shokë të tjerë, domethënë që kam pasur një atë eksperiencë. Nuk ka gjë më të mirë për mendimin tim se sa të provosh gjithmonë, të provosh. Edhe në fund fare po nuk gjetë gjë, mund të thuash, nuk gjeta tash. Unë mendova, nuk më përputhet asnjë gjë. Jam ndryshe. Po probabiliteti që të ndodhi ajo është jashtëzakonisht shumë i vogël. Nëse ti provon zoj që është jashtëzakonisht shumë e sigurt që diçka do të ta tërheqi vëmendjen rrugës. Pa nuk më marrin mundime njerëzit. Niveli i vogël në për televizion mendoj unë se nuk flitet për këto lloj programe që mund të japin këtë lloj inputi në shoqërinë për një biznesi, për një individ që kanë arritur diçka, ose të paktën nuk bëjnë bujë, mbase këto programe janë, po nuk kanë bërë atë bujën, domethënë siç bëjnë emisionet mediokër si Përputhen apo Big Brother apo Leshi Preshi tash ku diun, se s'më vjen gjitha në mendje. Kjo nuk kuptoj pse nuk i bën një gjë, domethënë nuk e kuptoj pse nuk shiten në Shqipëri se normalisht çdo televizion është private dhe ka dalë aty në fundit për të bërë dhe i fitimin e tij, e kupton? Edhe sa që është ai fajtor që nuk i imponon diçka të tillë në shoqëri, po ai që janë edhe spektatorë, domethënë që nuk e konsumojnë atë lloj produkti, në këtë rast, domethënë emisione me perspektivë për shoqërinë. E kupton? Me njerëz të sukses me biznesi apo dalliqe të tjera. Siç ka rëndom për shembull në gjithë Europën. Një pyetje e fundit për ata që arritën të durojnë deri në fund të fjalimit. A do ishte mirë sikur politikanët e largoheshin komplet nga çdo lloj feje në Shqipëri? Nga çdo lloj feje. Që mos t'i uronin as në Facebook, as t'i vizitonin asnjë gjë. Ne kemi laike politikën, domethënë, po ata mbështesin një tjetrin kështu dhe janë ndarë kështu nëpër kampe. Po ti veshrej fatkeqësisht janë ndarë nëpër kampe. Po më vjen jashtëzakonisht shumë keq se intelektualët shqiptarë ndër vite kanë luftuar jashtëzakonisht shumë për të shmangur atë lloj që po ndodh tash avash edhe pse nuk duket, sepse njerëzit janë akoma shumë të zënë me faktin që sipas dijen politikanë me njëri tjetrin, po tashmë kampet janë ndarë dhe aktivisht pasivisht kjo është gjë e rrezikshme. Unë mendoj se kjo duhet të ndodhi. Unë mendoj se nuk duhet të përfshihet as feja në politikë dhe as politika në fe. Secili individ ka drejtën e tij të ketë bindjen e tij politike dhe bindjen e tij fetare, ama nuk duhet i përzejmë njëra tjetrën, sepse ne nuk duam të bëhemi si Turqia, apo arabirrat e shumta, apo çaja ata xhagurenjt andej që turpi zotit. Kështu.